Përshëndetje, ja ku jemi në dokumentare në radhës Wildlife me Arjan Mavriqin në TV1, apo Jetë e egër me Arjan Mavriqin. Propa kam ujë, apo thënë më mirë, e kam një liçet të vogël. Një njeri nuk do të mund të mbijetonte pa ujë, apo thënë më mirë, do t'ja dilte vetëm 3 ditë pa ujë. E sot kem për të folur për rëndësinë e ujrave për kafshët e egra, për gjithandej këtë mbretëri të kafshëve kudo që i shohim ne ato. Ligatinat, lumenjt, prockat, detrat, lagunat, janë burim ushqimi, apo thënë më mirë, janë vetë jeta për kafshët. Ato nuk janë vetëm se burim ushqimi, për të thënë të drejtën, janë po ashtu dhe shtëpitë e tyre. Të gjithë këta shpend, të cilët nga udhëtimi i largët, apo nga shtektimi i largët me mijëra kilometra, orientohen fillimisht duke u bazuar në këto moçale, në këto liçene, në këto ligatina, pra aty bazohen për të kthyer prap në vend shtëpitë e tyre. Përveç burimit të ushqimit, siç po e shihni edhe vetë, shpend këto shavare mbrapa i përdorin po ashtu dhe për të fshehur nga gabiçar të ndryshëm. Këto kallamishte shërbejnë po ashtu edhe për polinizimin e shumë prej tyre. Gjithçka edhe për kafshët lidhet rreth ujrave. Prandaj lumenjt, ushqimi që ofrojnë lumenjt, ligatinat e liçenët, janë burim jete për vetë kafshët e egra. Në këto burime të ujit, gjithandej, kudo që janë në planetin Tokë, aty vetëse do të vije për të shuar etjen një kafsh. Ne gjithmonë i kemi vendosur kamerat kurth ku janë shtigjet ku do të ketë burime të ujit apo lumenj, dhe aty e kemi pa se sa të rëndësishme janë lumenjt për kafshët. Ato vinë aty nga njerë për të shuar etjen, nga njerë thjesht për të përdorur ujin, për të pastruar, për të larguar rriçat që nga njëherë i shohim në trupin e disa derave të egër, apo parazit të ndryshëm. Po jo vetëm se në për ujra, por edhe baltën që krijohen nga pellgjit e ujit, derat e egër dhe shumë kafshë të tjera i përdorin për të pastruar në këtë rast, apo për të shpëtuar nga një smundje e ndryshme. Shumë ujor, shumë peshq, shumë nga këto kafshë që jetojnë brenda ujrave, janë burim ushqimi për shpendet. Për shembull, një mëllënj e ujit kërkon shumë thellë brenda gurve në për ujrat e cekta, kërkon për insekte ujore. Apo ndryshe të themi një kingfisher, një mbret peshkatar, kërkon për peshq për të ushqyer apo për të dërguar deri tek folet brenda individëve të tjerë. Shumë lejlek të zinë, shumë qafka të hirta, shumë qafka të natës, shumë qafka të bardha të mëdha, pra ushqehen brenda këtyre lumenjve. Prandaj ne nuk guxojmë kur t'i degradojmë lumenjt, nuk guxojmë kur të hudhim betorinën mbi to, sepse nëse shkatrohen, degradohen këta lumenjt, atëherë shkatrohemi edhe vetë ne, sepse pa ujë nuk ka jetë, pa ujë nuk do të kishte as male, pa ujë nuk do të kishte as fusha, pra pa ujë është e pamundur jeta mbi planetin Tokë. Prandaj, në minutat në vazhdim, ju do të shihni shumë kafsh me emërtime të tyre shkencore, se si ushqehen brenda këtyre lumenjve, rëndësinë e tyre pra e thash, po do ta them sa herë që të më jepet mundësia. Prandaj ju lutem nga këto që t'i ruajmë, sepse uji është vetë jeta. Pa ujë nuk mund të mbijedojmë ne vetëm se 30.
Për shpendët uji nuk është vetëm se për të pirë apo për të shuar etjen. Uji për shpendët është shtëpia e tyre, sepse aty ndalen nga migrimi me mijëra kilometra për të ushqyer dhe për të ndërtuar fole. Prandaj një ligatinë e shëndetshme do jetë burim ushqimi apo burim jetese për mijëra shpend shtektar dhe jo shtektar. Prandaj pa një stacion të tillë, migrimi do të ishte i pamundur. Jo çdo ujëra që krijohen vetë. Për shembull, jo çdo ligatin, jo çdo moçal, jo çdo lum sjell shpendet që të jetojnë aty apo të jenë pjesë e atij habitati. Një rast shumë interesant që na jep megjithatë besimin dhe dëshirën për të pasur sa më shumë liçene dhe artificiale, pse jo, është liçeni artificiali i Mitrovicës. Këtu po e shohim zhytësën e mesme, zhytësën e madhe, po ashtu dhe Krellarakun Gushzi, se si tashmë janë ambientuar në atë lokacion dhe aty folenizojnë, rriten të veçlit, pastaj vazhdojnë normalisht të jetojnë brenda këtyre habitateve. Por ky është një rast që neve na jep mundësi të shohim se si pra edhe vetë njeriu mund të bëjë shumë çka për sjellur afër këto shpend që janë një pasuri e jonja natyrisht kombëtare, edhe kështu mund ta dërgojmë një shembull edhe për zona tjera, për komuna tjera, që sa më shumë liçene artificiale, sa më shumë ujë, aq më shumë shpend më afër njeriut. Po jo veç liçeni artificiali i Mitrovicës. Këtu gjatë një vizite sa kemi qenë në Austri, edhe Austria jep shembull se si një ta quajmë mini pishin apo ç'a ti themi kësaj që po e shihni, ka bërë që kjo sasi e ujit që ndodhet përballë këtij objekti ka bërë që shumë rosa të egra të jenë pjesë atij habitati, po jo vetëm se rosat e egra, por po ashtu edhe pulbardhat, të cilët po i shohim në këtë video kaq afër rrinë njeriut dhe tashmë janë ambientuar dhe thuajse nuk ikin fare. Dhe ja ku janë këtu tek një liçen tepër i bukur. Liçeni i Livoqit është shtëpi për shumë shpend shtektar dhe jo shtektar. E pot numër tepër të madh të shpendve, siç ishin karabullakët, qafkat e hirta, qafka e madhe e bardhë, rosat e vendit e kështu me radhë, por që për fat të keq, pra nuk mirëmbahet apo mbeturinat janë në nivelin më të tmerrshëm të mundshëm, dhe këtë kjo për shkak të krijesave siç jemi ne apo rrocës njerëzore.
Uji është jeta, pa zhurmë, pa bujë. Ai formson çdo hap të natyrës. Nga burimet malore, te ligatinat e ulta, nga lumenjt e rrëmbyeshëm tek pellgjet e qeta, uji është lidhja më e fortë mes të gjitha gjallësave. Insekte ujore, larva, mollusqe, peshk të vegjël, të gjitha këto janë baza e ushqimit për qindra specie kafshësh. Shpendet ujor janë shembulli më i qartë. Flamingot filtrojnë ujin me shqepin e tyre të specializuar duke nxjerrë organizma mikroskopik. Qafkat qëndrojnë të palëvizshme për minuta të tërë derisa në lëvizje e vogël nën ujë shndrohet në ushqim. Çdo burim i ujit, pavarësisht nëse ka ardhur si pasojë e shirave apo vërshimeve, është i mirëseardhur për shpendet, si rasti i kësaj ta quaj ligatine ashtu të vogël që është krijuar nga tërjeshqjet e shiut. Kjo ka bërë që apo dhe bën që shumë shpend nga lart, sidomos shtektar gjatë shtektimit, të ndalin aty dhe të hulumtojnë për ushqime të mundshme, insekte ujore, krustase kështu me radhë. Si në këtë rast, kjo sqeplug që nuk është e zakonshme të shihet tek ne në Kosovë, por kalimthi apo gjatë fluturimit për të shtektuar drejt vendeve tjera, ajo është ndalur dhe po ushqihet këtu tek kjo ligatin, dhe kjo ishte një mundësi e artë për neve që mos ta lëshojmë rastin ta xhirojmë, sepse ishte hera parë që kam pa diçka të tillë apo një shpend të tillë tek ne. Shikoni sa i bukur është, por edhe mënyrën e të ushqyrit e ka të jashtëzakonshme, dhe arsyeja pse quhet shqep lug është për shkak se vërtet shqepin e saj e ka si lugën. Është e çuditshme se si jo çdo liçen jep mundësi të mira për shpendet shtektar dhe jo shtektar. Për shembull, ky liçeni i Përlepnicës, shumë herë kemi hulumtuar në këtë pjesë, por nuk kemi pa të ketë pasur shpend në këtë zonë, në këtë lokacion, ndonse është i rrethuar me male gjithandej, por që çuditërisht nuk ka se si na jep informacione të rëndësishme se mund të jetë një habitat i shkëlqyer për shpendet shtektar dhe jo shtektar. Por si informacion është i çuditshëm se si ka mundësi, ndonse një lokacion shumë interesant, por që shumë pak kemi vretur të ketë pasur shpend në këtë zonë. To puset e ujit, ndonë se me mbeturina për fat keq, por që janë burim ushqimi apo një shtëpi për shpend shtektar e jo shtektar, por që zonat afër ujit me kallamishte si këto nuk shërbejnë vetëm për ushqime, pra në shumë raste zot shtektar fshihen brenda këtyre kallamishteve, apo kur felenizojnë brenda këtyre kallamishteve në mënyrë që mos të duken pra nga grabiqar të ndryshëm. Prandaj edhe këtu erdha special për t'ju treguar që në këtë zonë kjo shërben ekskluzivisht, kjo zonë me kallamishte këtu,
për të fshehur shumë shpend shtektar dhe shtektar, pra është një mënyrë fantastike për të ikur kurtheve të grabiçarëve të ndryshëm. Ligatinat po ashtu janë çështje natyrore, ato ofrojnë mbrojtje nga grabiçarët dhe kushte ideale për rritjen e të vegjëlve. Uji krijon mundësi po ashtu edhe për ndërtimin e shtëpive, apo për folet e shumë prej zogjve të cilët kthehen nga shtektimi. Por më së miri këtë na tregon se si nëpërmjet ujit do krijohet një bald e pastaj ajo bald shfrytëzohet për ndërtim nga arkitektë shkëlqyer, të cilët janë dallëndyshet. Pra dallëndyshet marrin materiale apo marrin atë ta quajë baldën ashtu që ndërtohet prej rrjedhave të ujit apo pusetave që krijohen nga shiu dhe prej aty dërgojnë e ndërtojnë ashtu siç dinë ato, siç janë arkitektë të shkëlqyera, ndërtojnë folet dhe prej aty rrisin vezet e pastaj nga dalja e vezeve vinë zogjtë të cilët përgatiten për shtektimin e largët deri në kontinentin afrikan. Po nga këtu bëhet thirrje edhe për organet e rendit kompetente nga Ministria e Ambientit e rend deri tek zyrtari i fundit atje, që sa më shpejt të punojmë, mos të kemi kësi pamje të tmerrshme gjithandej Kosovës në lumen tonë e liçenet tona.